Sevilla e mbushur me dëmshuri e trishtim për gjendjen e Nuhut, nuk largohet asnjë çast nga ai. Ajo përpiqet të jetë pranë, ta qetësojë dhe ta mbështesë me gjithë forcën e zemrës. Nuhu i lodhur por ende plot ndjenja e afron pranë vetes dhe e ndjen praninë e saj si ngrohtësinë më të madhe që i ka mbetur. Në një moment të qetë, ai nis të recitojë një poezi që rrjedh si frym nga shpirti, vargje të mbushura me dashuri, mall dhe kujtime të bukura nga jeta e tyre. Fjalët e tij prekin thellë zemrën e Sevilait, e cila nuk mund t'i përmbajë dot lotët. Halil e kap në befasi Hikmetin teksa përpiqet të largohet, fshehur azi me valizhen plot me para. Situata tensionohet dhe mes tyre shpërthen mosbesimi ndërsjellët. Asnjëri nuk ka më besim tek tjetri, dhe vendosin të qëndrojnë zgjuar gjithë natën, me valizhen përpara, duke ruajtur si armiq që s'mund t'ia kthejnë shpinën njëri tjetrit. Të nesërmen, për të shmangur çdo mashtrim, ata bien dakord që paratin ndajnë një valizhe të veçantë me 2 kyçe me kod. Secili mban çelësin e tij duke ruajtur pasurinë, por edhe mosbesimin që i ndan më shumë se kurrë. Gjihan sjell nga Gjermania një mjek të specializuar në neurokirurgji për të ekzaminuar tumorin e nuhut. Pas analizave të hollësishme, mjekët njoftojnë familjen se tumori ndodhet në një pozicion tepër të ndërlikuar dhe se mundësia për të shpëtuar është vetëm 40%. Lajmi bie si rufe mbi familjen, duke i lënë të gjithë pa fjale me lot në sy. Mjekët, megjithatë i këshillojnë të mos u mbasin shpresën, sepse ekziston mundësia që Nuhu të luftojë sëmundjen përmes një trajtimi të gjatë me kimioterapi, që mund të zgjasë deri në 2 vite. Familjarët të tronditur por të vendosur përpiqen ta bindin Nuhun të pranojë trajtimin, duke u lutur që të mos dorëzohet dhe të luftojë për jetën e tij. Beamin tronditet kur zbulon se në llogarinë e tij bankare nuk ka mbetur asnjë para. Pas njoftimit nga banka, ai mëson se gruaja e tij Xhanan ka tërhequr të gjitha parat. I zemëruar dhe i shqetësuar, ai shkon menjëherë të përballet. Xhanan me lot në sy dhe zë që i dridhet nga frika, i shpjegon se kishte investuar parat për një projekt që sipas saj do t'u sillte fitime të mëdha me 40% interes çdo muaj. Beamin në një moment zemërimi dhe zhgënjimi të thellë i kërkon asaj divorcin, duke i bërë të qartë se nuk mund ta falë për këtë veprim. Të gjithë familjarët mblidhen të shqetësuar nga spitali me një qëllim të vetëm, të bindur Nuhun të pranojë terapinë e gjatë me kimioterapi dhe të mos rrezikojë me një operacion në këtë fazë të pasigurt. Atmosfera është e mbushur me emocione, frikë dhe shpresë, ndërsa secili përpiqet ta mbështesë në mënyrën e vet. Në një moment, shfaqet Perihan, e cila vjen për ta vizituar dhe për t'i dhënë kuraj Nuhut, por ardhja e saj nuk pritet mirë nga Harika, e cila me një ton ironik i thot se nuk ka vend në familjen e tyre dhe se ka ardhur në një moment të papërshtatshëm. E lënduar dhe e ndjere pa vlerësuar, Perihan largohet e fyer. Nuhu, pas shumë lutjesh dhe diskutimesh me familjen, vendos me bindje të pranoj operacionin. Ai shprehet se nuk dëshiron që Sevilaj të kalojë jetën duke pritur një burrë që endet mes mureve të spitalit. Me një forcë të brendshme që jep shpresë të gjithëve, ai përpiqet t'i jap kuraj jo vetëm vetes, por edhe gruas që dashuron. Ai premton se do të përballojë me sukses ndërhyrjen dhe se një ditë do të jetojnë momente të lumtura, duke parë niprit e mbesa të rriten përpara syve të tyre. Se Vilaj e pushtuar nga emocionet nuk thot asnjë fjalë. Beamin i kërkon Xhananit adresën e saktë të Halilit, por ajo e dëshpëruar i shprehet se nuk e di vend të ndodhjen dhe se ka vetëm numrin e telefonit. I vendosur të marrë parat që janë vjedhur, Beamin shkon në hotel dhe njofton menaxherin se duhet të gjendet Halil me ndihmën e numrit të tij të telefonit, pasi ai ka marrë një shumë të madhe parash. Tasin, pas një periudhe të gjatë përpjekjesh dhe përballjesh, më në fund firmos aktin e shitblerjes që e bën pronar të vilës së Shansalanëve. Për ta kjo nuk është thjesht një pronë, por ëndra më e madhe e jetës së tij që më në fund bëhet realitet. Vila nga e cila dikur ishte përzën bashkë me nënën e tij, tani i përket atij. Para operacionit të vështirë të Nuhut, Tasin vendos të organizojnë një ceremoni martesore për të dhe Sevilajin. Ceremonia nuk është as pak e zakonshme, mes dekorimeve të thjeshta dhe syve të përlotur të familjarëve, çifti bashkohet njëri tjetrit me një dashuri të pastër, por edhe me një ndjenjë të thellë pasigurie. Nuh dhe Sevilaji ndajnë një moment të shenjtë, ku lumturia për të bërë bashkë përzihet me dhimbjen që mund të jetë hera e fundit që prekin duart e njëri tjetrit. Të gjithë të pranishmit janë në ankth, por në eshtje luten që gjithçka të shkojë mirë.
pavarësisht fatit që Zoti mund të ketë shkruar për Nuhun. Pas përfundimit të ceremonisë së martesës, Nuhu nisi rrugën drejt spitalit për të hyrë në operacion. Ai përshëndetet me lot në sy me të dashurit e tij, ndërsa secili prej tyre e ndjek me frymarrje të mbajtur, të mbushur me ankth dhe lutje për suksesin e ndërhyrjes. Çdo përqafim dhe çdo fjalë mbart një ndjenjë të thellë dashurie dhe shpresë, ndërsa zemrat e tyre rrahin në pritje të fatit të Nuhut. Pas disa orësh pritjeje për operacionin e Nuhut, Sevilla i shpërthej në lot, e përhumbur nga